Një gazetar I Norvegjisë që u konë pjesë në luftën e fundit në Kosovë që I ka xhirue edhe që ka po skena horrori që I thujmë, shkurt e shqip, duke djegur, duke masakruar e shumë sene, ka treguar edhe për xhamit. Hajde ta ndëgjojna pastaj këm do fjalë për këtë pjesë. Thank you for doing the next photo because we have heard so much about burned churches in Kosovo. You know, believe me, every mosque the Serbs came across, they destroyed it or desecrated it. And that was one thing that struck me with this war in Kosovo, is that the Serbs, they saw this war as a religious war. Albanians, they didn't care about religion, they cared about their homes, you know, their families, you know, their property. So, you know, the Serbs, they would destroy any mosque they came across, or they would bring cattle inside, you know, to desecrate it, you know, with feces. I spoke with one imam in one village after the war, and I said, you know, of course the mosque was destroyed, and I asked him, you know, are you gonna rebuild the mosque? And he said, no. It's more important we rebuild the school and the hospital and these things, and then the mosque. And that was the imam. Pasha Zotin e madh sens këm kundra kishav ose krishterëve, po këm kundra shtynë njerëzve. Edhe pse ky I nderumi gazetari ja tregoi vendin kësajna jeta zjarrës, sepse u mundoft me qit kishat mirë para xhamia. Edhe pse ton e dina që Serbia ka sulmue në tëna mënyrat në xhamia. Besoj e ndëgjut edhe pjesën ku tha që e ka pyet një imam a do t'i rindërtoni xhamia. I ka thonë jo, do t'i rindërtojmë shkollat, spitalet e shumë sene tjetër. Që tasht islamofobat I quajnë hoxhallar shpihuna e shumë sene tjetër. Është marrë me quajt hoxhallar kështu që kanë dhënë mend e sakrifis për atë dhejon. Unë ja kum cek edhe në shumë video tjera. Qyshe dojnë hoxhallarët, qyshe dojnë muslimanët atë dhejon, as edhe një fe tjetër nuk e dën ma shumë se muslimanët atë dhejon. Sepse Zoti na mëson me dashur atë dhejon, sepse është toka